Kur dera e madhe metalike e Big Brotherit u mbyll pas limit, ai ndjeu sikur dikush I hoqi nga shpina një mal të tërë, por njëkohësisht I vuri një tjetër mbi zemër. Brenda kishte lënë një botë të ndërtuar nga kamera, rregulla dhe lojra psikologjike, ndërsa jashtë priste një realitet që nuk e kontrollonte dot regjia. Producentët I flisnin për intervista, për kontrata, për emisione mëngjesi, por ai dëgjonte vetëm një zë brenda vetes që I thoshte të largohej, të ikte larg, atje ku mund të mendonte pa duar trokitje false. Kërkoi vetëm një bilet, drejt Syriut, drejt Edit, udhëtimi ishte I heshtur. Në avion shikonte red dhe I dukej sikur secila kishte formën e fytyrës së Dolces. Kujtonte ditën e parë kur ajo hyri në shtëpi, mënyrën si e përshëndeti pa e njohur, si ul pranë tij në divan dhe I tha me shaka, "Ti ke fytyrë njeriu që fsheh sekret." Atëherë ai kishte qeshur, pa e ditur se sekreti do bëhej vetë ajo. Edi e priti në aeroport me një xhaketë të zezë dhe me atë qetësinë e tij tipike. Nuk ishin parë prej muajsh, por përqafimi ishte si I dy vëllezërve që kanë kaluar luftë bashkë. Në makinë nuk folën shumë. Muzika e ulët mbushte boshllëqet që asnjëri nuk guxonte t'i hapte. Zyra e Edit kishte aromë kafeje të fortë dhe letre. Nga dritarja dukej qyteti I rregullt, krejt ndryshe nga kaosi emocional I Prishtinës dhe nga çmenduria e shtëpisë së Big Brotherit. U ulën përballë dhe për disa minuta dëgjoi vetëm ora në mur. Edi foli I pari. I tha se e kishte ndjekur çdo natë, se e kishte parë afrimin me Dolcen, xhelozit, debatet, shikimet e fshehta. Nuk jam këtu me të kërku hesap, tha ai. Jam veç me ta thënë të vërtetën time. Pastaj erdhi fjalia që Limi e priste dhe e kishte frikë njëkohësisht. Unë me Dolcen I kam mbyllur punën. E kam dashur shumë, por e lash të lirë. Tani është radha jote. Por asgjë nuk ishte kaq e thjeshtë. Dashuritë e vjetra nuk mbyllen me fjali të bukura. Ato rrinë në përqoshe, si hije që dalin sa herë përmendet një emër. Dhe emri I saj ishte kudo, Dolce brenda shtëpisë po kalonte ditët më të çuditshme të jetës. Ajo ishte mësuar me vëmendjen, por jo me mungesën e Limit. Në mëngjes zgjohej e fortë, bënte grimin, qeshte me banorët, ndërsa natën ulej pranë pasqyrës dhe I fliste vetes, mos u dashuro në televizor. Por zemra nuk merrte urdhra, banorët e tjera e provokonin shpesh. Ti po luan me dy burra, I thoshin. Ajo përgjigjej me krenari. Unë nuk luaj me askën, veç po kërkoj të vërtetën time. Publiku e shite si mbretëresh të sezonit, por askush nuk e dinte sa e vetmuar ndjej. Në Zyri, Limi dhe Edi filluan të hapnin kujtime. Edi tregoi se si e kishte njohur Dolcen vite më parë, në një koncert veror, kur ajo kishte kënduar me shoqet dhe ai I kishte çuar një trëndafil në prapasken. Si kishin udhëtuar në Milano, si ishin grindur për xhelozi të kota, si në fund kishin kuptuar se dashuria ndonjëherë nuk mjafton. Ajo nuk është e keqe, thoshte Edi. Është thjesht shumë e gjallë për këtë botë të vogël. Këto fjalë e bënin Limit ta donte edhe më shumë, por edhe ta kishte frikë. Ai nuk donte të ishte zëvendësuesi I askujt. Donte të ishte zgjedhja e parë, një mbrëmje, ndërsa shëtisnin pranë liçenit, Limi e tha me zë të lartë mendimin që I sillej prej ditësh, se do priste bileta për Maldive, se do ta merrte Dolcen larg syve të gjithëve, atje ku askush nuk do t'u kujtonte të shkuarën. Edi u ndal dhe e pa gjallë. Nëse e bën këtë, bëje për dashuri, jo për inat ndaj meje, I tha, ndërkohë produksioni I Big Brotherit po e përdorte historinë si kartën më të fortë të sezonit. Në çdo prime shfaqeshin klipe me Dolcen dhe Limit, muzikë dramatike, pyetje provokuese. Ajo ndonjëherë zemërohej, nuk jam telenovel, thoshte. Por në thellësi e dinte se ishte futur në një histori më të madhe se vetja. Një ditë në oborin e shtëpisë, ajo ul vetëm dhe I foli qiellit, pa e ditur se mikrofonat po regjistronin gjithçka. Nëse je duke më pritur, mos ndrysho, tha. Ky moment u bë viral brenda minutash. Limi e pa video në telefon dhe I dridheshin duart. Atë natë bleu biletat. 2 vende pranë dritares. Një resort mbi det dhe një letër të shkruar me dorë ku kishte vetëm një fjali, le të njihemi pa kamera. Edi e mbështeti në heshtje. Edhe pse brenda tij diçka digjej ende, ai e dinte se disa histori duhet t'i lësh të ikin. Finalja e Big Brotherit erdhi si një stuj drite. Qindra njerëz, muzikë, emocione. Kur Dolce doli nga ajo derë, dukej sikur po linte për herë të dytë. Pyetja e parë që bëri ishte për Limin. Moderatorët buzëqeshën, publiku brohoriti, telefoni I tij ra pak më vonë.
Zëri i saj ishte i lodhur, por i vërtet, a jeti jashtë kësaj çmendurie? Jam dhe po të pres. Po Maldive? Janë tonat nëse i do, ajo heshti për disa sekonda që ju dukën shekuj. Atëherë mos u vono. Në aeroportin e Zürichut 2 ditë më vonë, ndodhi takimi që nuk e filmonte asnjë kamerë. Nuk pati muzikë dramatike, as slow motion. Vetëm 2 njerëz që u përqafuan gjatë, sikur po provonin nëse ishin të vërtet. Edi i pa nga larg dhe buzëqeshi me vete. Ndoshta dashuria ndonjëherë nuk është të fitosh, por të dish të tërhiqesh. Çfarë do të ndodh pas kësaj, askush nuk e di. Maldive mund të jenë parajs ose pasqyrë ku do shohin të vërtetat që i shmangën. Dolce mund të zgjedh lirin para çdo burri, ose të ndërtoj me limit diçka që nuk e pati kurrë. Jeta pas Big Brotherit është më e vështirë se loja brenda tij. Por historia e tyre tashmë kishte dalë nga ekrani. Ajo nuk ishte më skenar producentësh, por rrugë reale me avion, qytetet, xhelozi, puthje dhe frikë. Dhe diku mes Zürichut dhe Maldiveve, 3 njerëz mësuan se dashuria nuk është votim publik, por guxim për të thënë, po provoj edhe nëse mund të dhem.